Ky podcast mundësohet nga Gushta Events, Shima e Milk Produkt, Kuçi Transport, Mishte Shemsi me dyqanet e tij tek Begjisteni dhe në Zigzag, po ashtu edhe zyrën e shërbimeve me një ndalesë me dyqanet në Rus dhe në Parruc. Përshëndetje miq, rikthehemi si çdo mesjavë me tjera figura sportive që kanë lënë histori në qytetin tonë, por edhe në mbar vendin. Sonte do fokusohemi tek sporti i futbollit sërish me një prej ish kampionëve të fundit të vllaznisë, një futbollist që numëron mbi 200 paraqitje me fanellën kuqeblu, ish kampion në vitin 2001 i superiores, por edhe ish kampion i kupës në vitin 2008 me Shkodranet. Një nga ato futbollistë që ka qenë shembull në fushën e lojës, po ashtu edhe me një karrierë të pasur si trajner, duke fituar edhe trofe shumë për të na rrëfyer shumë nga emocionet e së shkuarës, por edhe për të analizuar situatat të së tashmes. Kam kënaqësinë të kem sonte në studio Edmond Doçi. Profesor, mirë se vjen. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Urime për emisionin. Shpresoj të shkojnë mirë. Është diçka mendoj shumë e bukur sepse të kujtosh figura më merr mendja është kënaqësi edhe për personat që ju thjeni, por edhe për vetë publikun, sepse edhe ato kanë dëshirë me ditë ndoshta edhe diçka nga historitë e këtyre personazheve. Kemi pasur shumë histori interesante me të vërtet gjatë gjithë puntatave me të ftuarit tanë, do kemi besoj edhe me ju gjatë diskutimit tonë. Por sot Doçi mësues në arsim si mësues i edukimit fizik, por edhe gjithmonë pranë vllaznisë me duke drejtuar ekipin U19. Po, unë them drejtën gjatë viteve të fundit të sportit, unë në vitet e para që është hape edukimi fizik në Shkodër, pavarësisht se unë edhe degen biokimi kur isha në moshën duhur, kam kryer edhe biokimi, por duke hapur edhe sporti është një diçka që ajo është na përshtatet më shumë, edhe kështu që duke pas parasysh ndjerin Vildan Tufi ishte ai personazhi që hapi shkollën e sportit, edhe normalisht ishin na që u do të më kanë aty, edhe e falenderoj sepse sot krahas tij edhe punës tonë pastaj që kena marrë edhe shkollën, normalisht vijmë edhe punën sot. Pastaj te pasioni pas lanjes sportit, normalisht që ditën e parë që unë kam lanë sportin, drejtuesit e klubit normalisht që nuk kanë nguruar që më dhanë ekip tek Akademia Vllaznia, ku kam filluar me moshën 11 vjeçare. Edhe normalisht që jam një mirë, por është pak e vështirë, ndoshta shumë më vështirë se për me u bë sportist, sepse ke të bësh me shumë karaktere, me shumë fëmijë, me shumë cilësi të ndryshme, edhe është pak e vështirë që edhe t'ju jepsh atë që duhet, por edhe t'i mësosh ato që ato duhet me ecë përpara. Mësues biokimia, do e imagjinoj vetin? Por në vitet e para normalisht duke qenë shkollë mirë edhe duke qenë mirë në kimi edhe biologji, të rrallë ata sportistë që janë mirë me mësimet mirë edhe me sportin. Po, unë them drejtën, sidomos tek futbolli. Unë them drejtën, normalisht prindë gjithmonë kanë insistuar edhe te shkolla shumë, edhe janë kanë shumë të fokusuar edhe te shkolla normalisht, sepse sporti ka qenë diçka për ndoshta edhe diçka që nesër mas nesrit mundet edhe mas me të primor edhe mas me arrit atë që duhet, edhe shkolla ka një nga prioritetet. Ndoshta edhe sot unë e kërkoj edhe te fëmijët që stërvis, sepse normalisht shkolla nuk është se të lënë mbrapa, vetëm thjesht që t'jep dije edhe të bën me ecë më përpara. Normalisht dega më e preferuar ishte ajo, sepse aty isha më i adoptuar edhe më mirë. Por mendoj që sporti pastaj me vitet, normalisht duke u marrë me sportin, duke ecë edhe sporti, duke kaluar në ekipet e para, normalisht ti të shkollën fillon të zhvej, sepse kalon profesionizëm edhe është diçka e vështirë me arrit të dyja. Kështu që profesionizmi ta bën pak më vështirë marrjen e shkollës, atë shkollë që ndoshta ti e ke pas përparësi. Pa kaluar tek pjesa ku kalove profesionist, por si ishin ato fillimet tuaja mod, ato ndoshta rrugicat e lagjeve, duke luajtur me shokët, dashuria e parë për futbollin? Unë them drejtën, ti e kreti saktë, sepse normalisht ajo ka kanë koha ndoshta edhe që janë evidentuar edhe talentet. Unë vi nga një fshat afër shkollës që është fshati Kuq, edhe normalisht që duke qenë shkollë për ditë, më vjen keq ta them për i ndjeri drejtori Ahmet Aga, normalisht duke na pa në borën e shkollës e fushat e shkollës që lushin për ditë futboll. Shpreha që mund a ke qef me vazhdu futbollin, sepse njoh një person që merret me stërvitjen e sportistave, edhe normalisht që dëshira ishte shumë e madhe, edhe unë thash që po,
por gjaja që keto më nërsa sot nërsa mund mos isha edhe sportist, ishte që kur shkova në shtëpi, pavarësisht se babai normalisht më thotë gjithmonë po do të bëj me vazhdu futbollin se kishe me as shumë dëshirë, do të bëj. Kur shkova i thash, tha që jo nuk e me vazhdu sepse nuk i kena mundësit, edhe normalisht nuk ke me ja pa harin asoj punë, kështu që ti duhesh me nejnë shtëpi edhe me vazhdu shkollën, edhe normalisht që duke pas dëshirën edhe për më bë sportist, unë urzita shumë them drejtën, edhe dalja jeme nga shtëpia ka qenë aq shpejt, sa dhe temi i ka ardhur një frikë e madhe, sepse duke pas parasysh unë s'mund të shpjegu kuçin, por kam marrë një rrugë që ajo rrugë që marrim na shkohet ndrinj. Edhe normalisht kur baba ka dalë jashtë mas mejet me pa ku shkova, ka pyet një shok temin, edhe i tha ku shkoj mundi, edhe i ka thonë thjesht shkurt ka shku nga rruga e Drinit, edhe baba duke menduar që po më shkon djali, po më myte se a mërzit shumë, edhe nis shokun tem që trasin shka, thirrë mundi sepse ka me shku me bë provën për futboll. Edhe normalisht erdhi me shpejtësi, unë nuk e kisha në mend as me ingri ose gjë, por thjesht kisha shku te tokat se thjesht i mërzitën për me shfryat e mërzitën sepse s'po vazhdoj futbollin. Edhe normalisht kur erdha shumë i gëzuar me profesora matematike, kam shku ditën e parë edhe kam vazhdu te Xheladin Fishta, isha në moshën 14 vjeç, sa i kisha bërë 14 vjeç. Edhe kam shku në moshën 3-4 muaj, sepse ishte kohë diçka majit, edhe normalisht kam shku te shkolla Xheladin Fishta. Aty ishte edhe këtu normalisht që keqardhe, sepse ishin Cufcena dhe Ali Rakiqi, ishin dy profesora që stërviqin ekip që ishte ekip bazë i akademisë për me shku i Xheladin Fis për me shku te mosha e paratrive. Tek Vllaznia. Tek Vllaznia. Kështu që kur kam dalë në stërvite, normalisht ma shumë provë, por normalisht nuk mundem me thonë që thjesht dikur kam rënë sy thjesht për gjujtjen e fort me të majten edhe forcë shpejtësi, sepse isha konstruktin e atij edhe një ndoshta favori jemi që isha edhe një sallak, që i thojmë edhe na tipik me të majten, edhe normalisht që prova ishte me sukses. Kena kalu një muaj aty, kena bërë stërvitje për ditë në Xheladin Fishta, pastaj kena pas direkt seleksionime me kalu me paraty. Në 30 fëmijë. Shumë shpejt etapat e kapura. Sepse ta fillosh ndoshta futbollin 14 vjeç është pak me vonesë ndoshta. Kur ta them historinë, domethënë janë ngjarje aq shpejta sa them edhe vetë, domethënë se ndoshta kanë qenë fatet e tilla dhe sepse duke pas parasysh që unë s'kam mujt me vazhdu futbollin më herët, sepse thash që unë vi nga fshati Kuqe dhe normalisht kur kena shku në provë, kena kanë 30 fëmijë që ishin të Xheladin Fishta, po vetëm 10 mushin me nejtë e parati, sepse gjeshin 2 grup mosha. Ishte mosha ditlinja 80 edhe ditlinja 81. Ne ishim 81 që shkoshim. Që duhet kompletoj grupi. Duhet kompletoj grupi, e normalisht që ishte stres i madh edhe sepse imagjino ti unë kishe emocione shumë atë ditë. Normalisht që emocione, pastaj kur kam shkuar aty unë për të përmendur një emër që ndoshta nuk e di pse, ndoshta thjesht fati edhe pak përqendrimi i një lojtarit, kur kam shku te Xheladin Fishta ditën e parë, kur kam pa Leonard Kullën të xhunglu topin. Mënyra se si e mate me kam, me të dyja kam, me gjoks, me gjuhë, unë domethënë i kam rënë topi 2-3 herë më ka rënë tokë, sepse atë që kisha stërvitën, nuk kisha thjesht unë iva shumë keq, edhe të shkosha në provë mas një muajit me hi me ekipin e paratrive ishte diçka shumë e vështirë, emocionuese, por aty ishte Agim Media, një burë trajner me paratit në burë serios, as me e po në sy nuk mushe, sepse vetë autoriteti i ti, ndoshta atyre ashtu kanë kënë paka shumë trajnerat edhe normalisht ishte frikë shumë e madhe, por dëshira me dhanë maksimumin edhe me mu ba sportist normalisht ishte shumë e madhe. Edhe kena ba 2 neshe, që edhe jenë në seleksionu kur kena pa lisen, e kam pa vetin në dheqen e zjadhun, dhe me thonë, ishte si me dalë me ekipin e parë të ndërën. Edhe normalisht aty mëse e ka fitu rrugtimi jem me futbolin. Zgjedhja bëj vetëm nga trajner media, profesor media? Ishte profesor media, ishte Ardian Ara, edhe
ishin këto persona, nuk e moj mend, e ka pas tjerë, po them që kanë kenë edhe 2 persona tjerë. Që ish futbollist njohur. Arden Ara ishte në zëvendës trajner edhe Agim Mejda ishin trajneri i parë, edhe këto i moj mend sepse ato kanë vazhdu më gjatë, pastaj edhe i moj mend. Edhe normalisht ishte gjë shumë e bukur dhe shumë pozitive edhe normalisht ishin prindërit aty kur zhvillonin ndeshjet apo jo? Prindrit, them drejtën, baba jem veç një ndeshje me Napolin ka po në stadion, kështu që s'ka mujt me pa kurse une që në moshën, pastaj 15 vjeç e gjys, baba jem ka emigru, normalisht si shumica shqiptarëve edhe për me majtë familjen edhe për me i kriju kushtet që mos me vujt, për me njek fëmijët anërat edhe normalisht edhe familja me kanë në shnosht, por normalisht edhe si ka qëllu me po. Por aty sa ba fjallë që me hi prind, sepse fusha policis ka qenë dera edhe të dera janë nalë gjithë, kanë qenë vetëm sportistat edhe ajo fusha që gjysa lajmi pasporte. Bore gropa normalisht pasporte. Edhe gjoja ma e bukur ka kënë kur unë jam selekcionua, edhe normalisht kur kam thonë shpi që kam kalu provën, normalisht që kanë kënë të naqën. Por une duhet them edhe duhet... Pra ja pas ka vletur ai presioni vogël ndaj babait. Po normalisht që sepse une ma e mend se une di dëshirat e prindve se fëmijët kanë qef me i pa sa më mirë, por thashe ma përpara mundësit kanë kënë shumë vogla. Sepse edhe biciklet ka kënë e vështirë me pas atje. Imagjinoje për flasim për makina ishte kohë e vështirë, pastaj pas një vitit ka kohë rëmujash që i kena kalu edhe kanë kënë shumë kohë vështira, por une duhet falenderoj ndoshta edhe pas gjatë, por duhet falenderoj përveç Agim Medias, normalisht duhet falenderoj shumë Arden Arën, të ndjerin Arden Arën, sepse ma çdo stërvitjes duke e pas se kam mangësi teknike, edhe duke qenë ndoshta një mjeshtër i teknikës, kishe shumë dëshirë edhe rrite unë prisha mas stërvitjes, plus stërvitjes që basha, risha edhe një orë mas stërvitjes me profesor Radionin, që basha gjunglime, marrje topit e shumë gjana tjila që përveç aty përdosha edhe kur basha stërvitje individuale, sepse shqyqër fusha kena pas bëha aty kur kena meritu edhe kërë kena nështë edhe gjaja ma pozitive, por dëshira ka qenë shumë e madhe. Pastaj për të viju, për të kalu të ekipi të rive, edhe fitove ndonjë trofe me paratrit atë periudhë? Me paratrit e kena zonë në vend të dytë. Sepse Vllaznia gjithmonë ka qenë në ekipet më të mira të kampionatit. Kena zonë vend dytë, edhe jena eliminu nga në Shkodër, nga ekipi B, që ishte Tan Bushati me ekipin B. Ishte viti i parë që u formoshin, por e fituar ata kampionatin? As ata nuk e kanë fitu kampionatin, e ka fitu nuk e di o Tirana, se nuk e maj mend, por në gjysmë finale jena eliminu nga një ekip Shkodran, edhe kështu që aty ka pas shumë talenta që janë bërë sportista, dhe me thonë, kena pas edhe në, por e ka një grup më i bukur që kanë luajtur futboll edhe më mirë, edhe normalisht edhe pasioni pak i profesor Artanit, normalisht duke qenë pak më nivel më i avancuar, edhe normalisht që ka bërë ata që me por nesha është hub 1-0, kena hub 1-0, kena luajtur nesha në stadion, i kena dhe fotot edhe ka qenë një nesha gjithë Shkodran, të dy pojë. Gjithë Shkodran, por një të vozlek, dhe me thonë ajo tribuna që ka qenë aja vogla, ka qenë atë ditë mushën plot, edhe pse ishe neshe paratrish. Edhe normalisht që do të në bëte qefi që ta fitoshin në paratrit e Shkodrës, por nuk kanë arritë as ata, sepse nuk e di se kush e ka fitu, Ola Viking ka një akademi private shumë e mire, ose një ekip tjetër nuk e majmen. Por thjesht, duke pas parasysh, pastaj, kur kam kalu me ekipin e trive, për një vjet që kena lujt, edhe neshën e parë, duhet ta theksoj ta majmen, neshën e parë që kena lujt në Kavaj, kena bo 4 orë e gjys, në është ma shumë, kena ba me shku, kena lujt atë dit, edhe neshën e parë që kam fillu në të kampionatit, kena fitu 4 me Kavaj, në kam ba 2 gola. Me thana, përvërsi se kam kena edhe mrojtës. Dhe me thana, çdo nise ka kenë pozitive edhe për me danë shpesa dhe me danë eku për me vazhdu ma për para. Edhe normalisht, pastaj çdo shkallë ishte, gjaja ma e vështirë, por nështë ka kenë edhe ma bukur, sepse të ka ba mu përqëndru edhe ma shumë, se gjaja ma bukur atjerë ka kenë që ti ki pas vetëm një përqëndrim.
ka një zinxhir që ti, po me dalë për ati zinxhirit, nuk mundesh me hima. Edhe normalisht kanë kënë paratrit, kanë kënë trit edhe ekipi parë. Qëse sot fëmijët mërziten shumë shpejt, nuk e dërojnë hilen, nuk e dërojnë mundin, nuk e dërojnë atë mos lujtë informacion. Ose duhet të arrijnë suksesin shumë shpejt. Thojnë, edhe do të arrisin, por edhe thojnë, hetë se s'pa luj këtu, po shka e luj një ekip tjetër, por nuk ke fitua si gjafë. Thjesht, ti je të ik një sfidë. Edhe kur ik një sfidë, normalisht që edhe kur dali një sfidë tjera më përpara, i mësu me atë ikjen e sfidës dhe keme lanë sfidën e keme vazhdu prap një rrugë tjetër. Kështu që kjo ka qenë gjaja mirë, më u përqendru edhe me arrit aty ku ti duhet me arrit. Edhe normalisht dalen në ekip trive. Kush ishte trajner? Ishte të ekipe trive, unë kam gjetë aty Luan Vukatanën edhe Ismet Hoxhen. Dyja më shumë njohur. Normalisht, kur kam dalë, ndoshta duke pas fatin që isha mbrojtës i majt edhe mbrojtësat majt ka pas pak. Edhe kam dalë më shpejt se këtë grup mosha që kena kënë me Argimedën, po ashtu edhe grup mosha që kishte Tango Shati. Ke pasur disa lojtarë që u shpallën kampion me Vllazin 2001 në brezit tëm. Po, brezit tëm kena kënë shumë. Po thuj se gjithë, dhe me thonë brezi jem, ata që kena dalë aty janë paka shumë, janë 5 veta, 4-5 veta, nuk e di se ma ime në mirë, por që kena dalë kampion me ekipin e parë, por e kena vazhdu herë, kena dalë kampion edhe me ekipin e trive, por desha të teksoj diçka për daljen të ekipit trive, ditën e parë që dalë të ekipit trive, reshtohena, fusha lekurave, jo me këtë kushte që është sot. Skreter, pluhur, dalim reshtohena, i shof ekipin, shof Ismet Hoxha, Luan Vakatana. Ismet Hoxha kanë qenë gjithmonë një i qetë, person i qetë, Luan Vakatana, kretë ndryshimi, ekstrovert. Edhe normalisht, sa reshtohena, shof ekipin, as një top para, as presorët, as sportistat, as një top. Luan Vakatana, direkt. Një gjoni që po jo thamë quna, po me të bërtitën madhe. Sot kena vetëm vrap. Nesër, kush nuk vjen me top në stërvitje, nuk ka me dalë ma në ekip, edhe ta lajnë sportin sepse s'ka me dalë në ekip. Shkash me ekipin e trive, me zi shpita me shku. Pastaj me shku në ekipin e trive edhe mas me gjetë top, edhe me shku në nesën pa top. Sepse nuk ishte ekipi, apo ishte si provë? Nuk ishte ekipi, sepse në atë kohë, çdo gjatë sportistët i kanë marrë topat vetë, edhe i siguroni vetë. Duke qenë ekip trish, normalisht, çdo sportiste në nënvesohet, ata ishin mësuar atë punë edhe e nënvesoheshin. Në paratit ne i kena marrë topat vetë. Edhe të them drejtën s'kisha top për me dalë me ekipin e trive, kam shku në shtëpi, edhe është një histori me tregu, sepse është histori që na ka lënë edhe shaja, din, edhe shkoj në shtëpi, mi thënë bab duhet me ble top, se kam me dalë nesër, po mos me pas top, kam me lanë sportin, sepse kam me na hek profesori. Edhe thot baba, okej, ndele bleja, dhe në topin, edhe ka pas da topa Tramondi kanë kënë, vashin 20.000 lek, por 20.000 lek në atë e gjashtin, dhe me thonë, nuk ishin të vogla, dhe 20.000 lek si ishin të vogla. Shkoj me kërku top, s'kisha asi top, asë në Rus, ka kënë, edhe duke arë rrugs, shkoj, ka kënë dyqan Joti, tute Joti ka kënë dure a dikur i ka shit gjana sportive, i vetë një dyqan sportiv në Shkodër, edhe i pësa, ke top? Po, thot, kam top. Por çfarë topit kemi, thëtë mu kam select 65.000 lek. Dhe me thonë 65.000 lek, pa ta ka saj, po them drejtën mundë me kenë nështë 6 milion e gjys lek sot. Edhe, kur i kam më tha 65.000 lek, unë 20.000 lek isha me veti, kam hypi bicikletës, kam shku të shtëpia, i tham babs, kishte top, po s'ka top 20.000 lek shmo, për ka 65.000 lek top select. Baba se dha vedin, por e di që ka dalë për shtëpia, edhe e kam në 99% sigur që ka shku të agja, që ka nejt aty afër me jetë, edhe i ka marrë lek bërq, edhe i ka sjat lek, mas 10 minutash, e më tha shka bleje topin. Kur kam shku në nesme në stërvitje, me gjitha të sakrifis që u bë, kur kam shku në nesme në stërvitje, kam pa vetëm vedin me top. Vetëm unë kisha marrë top, tjerë s'kishin marrë asnjë. Pse? Sepse ato ishin mësu me atë presionin e profesorit që kush nuk bjen top nesër i ike dhe me thane kishin bërë rrugë, kurse une që ishe dita pare kisha hangër presionin edhe bleva topin.
edhe kena shku me atë top, kena bërë stërvitje me një top, mëse mund kënë 2-3 topa, po topa thjesht me bëjë një kuadrat, kur u bashin 3-4 kuadrate, sa me plëcu kuadratet, por ditën e neshëve është lujt vetëm me topin që kisha unë. Po të më moshë, unë së bëta neshë, kështu që kanë qenë kohët fështira. Të thënë dhe një gjë, profesor Vugatano? Jo, asë i gjove të më thjesht, më ishim knaqën se përpone në top, 6 gjyrë vrep, loj. Një top original për kohën, sepse ishte topi botëror në ato vite. Shumë, dhe me thonë, shumë original, sepse u qohë nga një hekra, nuk e di se ka pas shumë anej rumullak, edhe dhe me thonë, ma qame, ka shku topi edhe një vjetë gjys, 2 edhe nuk... Pa probleme. Pa probleme, që dhe me thonë ishin gjana që vështira që i kena kalu edhe sakrificat që kanë bërë prind, por edhe ne, sepse duke qenë në shkollë edhe duke shku, sepse ku në shkollën e kam bërë prind kuq të mekanike bujësore. Kam shku para ditë të mekanike bujësore, një gjysë jam këthy në shpi, kam shku edhe jetë stërvitje edhe normalisht në disa shokë edhe qeshin me mu të iske nevoj me bazë rëpë, sepse e gjithë ditën biciklet, shka hajde, edhe normalisht janë disa gjana... Po kjo është sakrifica ndoshta nga që mendoje gjithkohën për futbollin. Po normalisht ndoshta i ta ai ishte përqendrimi i vetëm. Na kanë bërë edhe mes më përpara edhe me kanë më të përqendruar sepse me dëru çdo gjë, sepse kur na kanë bërë me hile se tesh më vonë që e kena lënë sportin, e kena kuptuar që edhe disa gjëra që normalisht i kena kuptuar, por janë gjëra që na kanë bërë edhe me çu ritmin, por edhe me kërku më shumë te vedi, edhe normalisht si kena ditë sepse është u bë me hile, por thjesht gjithmonë e kena pa ka vedi, edhe normalisht që na ka dalë për mirë sepse e ti nuk mundesh me u dorëzu te një sfidë, edhe ndoshta sot nuk kishe kanë sot as sportistë s'kishe luajtur me ekipin e parë, një diçka që ekip pas ëndër. Thjesht ato sfidat na kanë bërë që edhe me kërku, po edhe me dhënë edhe më shumë. Në ekip parë, përveç teje, kush shkoi tjetër ato vite? Dhe kur shkove në ekip parë? Në ekipin e parë kena dalë në 2008-2009, dhe me thonë 98-99, edhe kena dalë 8 sportista për njëre. Edhe duke qenë që e ekip ishe vetëm 16-17 vjeç në atë periudhë. Ishim diçka 16 vjeç të bosh 17 vjeça, edhe mos me thonë që ne në atë shtatën, sepse në atë shtatën unë ka qëllu me lujt edhe 15 vjeç e gjysmë me ekipin e parë, sepse u bate stërvitja në stadium, edhe u prishin ekipet, iken gjithë, kishe me Vllaznia dhe Vllaznia bate stërvitje në stadium, edhe gjitha ekipet bashin stërvitje në stadium, po jo në fush, po ne bashim në përqoshet stadiumit ekipet e paratrive edhe trive. Ekipi trive bashim, kur ishim e paratrit, edhe sa herë që i mungote i lojtarë Vllaznisë, ishte koha kur meten lojtarë jashtë disa të shpresave që ishin, edhe na mershin, edhe një në ato gjithmonë isha unë që shkosha, sepse struktura e trupit, mbrojtësi majt, edhe çdo neshe kontrolle, që unë kam qenë 15 vjeç e gjys aty, që ma i mend edhe sot që kur hisha me lujt, normalisht që emocione, edhe ishte Vjori sulmues, edhe Vjori duke qenë ndoshta bish në formën e vet më të mirë, edhe më thote luj, mos e ke problem, luj fort. Edhe ti mos e një, adin fort. Po kur vite puna, vite Vjori me sulmu topin, edhe ma shumë kapte Vjori dur në syje, unë kapesh, thosha ky çfarë thot luj fort, edhe të më shkatru mu, kështu që s'jam të kuptua si gjallin, por gjana që dhe me thonë na kanë forcu ma shumë. Pastaj kur kena dalë taman me ekipin e parë, dhe ishte koha e Meftar Qelç, edhe normalisht kena dalë një grup, sepse një grup prej kena qenë gjithë të njësha, kam qenë unë, Amarildo Belisha, Albert Kaçi, Admir Teli, Indritjera, Gasnoja, Mano Margjini, edhe se mos në haraj në një, dhe me thonë kena qenë një grup prej Eugen Vasu, edhe kena qenë një grup prej 8 vetash, kampion shumica prej tyre pas 2-3 sezonesh. Atëherë, ato, dhe me thonë, këto që i përmena, kanë qenë përveç Mano Margjini, edhe Indrit Tjerës, pjesa tjetër kanë qenë gjithë pjesa e ekipit në 2001-shin. Edhe normalisht ne kena fillu stërvitjen pastaj me Zan Ragamin. Ku erdhe në ekipin e parë? Zan Ragami. Ishte Zan Ragami.
edhe normalisht ne kishim mosh me lujt me tri. Edhe ekipi i trive ishte shumë mirë, ne shkoshim, lushim, një kohë për pak nuk doshin as me na lanë me shku me tri, sepse ishim pjesë e ekipit parë, por lushim me tri, po shkoshim edhe me ekipin e parë, sepse ishim 3-4 vjet, ishim edhe rezerva që shkoshim për çdo neshe me ekipin e parë. Edhe një neshe me ekipin e trive, Amarillo Belisha Mertkuqe, me Shkëndijë, Tiranë. Edhe kartoni i kuq u njehte edhe për ekipin e parë. Kështu që Amarillo Belisha nuk Ishi pezulluar. Edhe u pezullu Amarillo Ismet Hoxha me Zanra Gome, sikur bane pak debat që çdo t'i merresh ma lojtar me lujt me ekipin e trive. Por duke qenë shumë ngusht, pastaj e zgjidhen e ne shkojmë prapë me edhe atë vjet kena dalë kampion. Kena bë një neshe finale me me vend parë në grupin tonë, pastaj kena luajtur gjysmë finale me Korçën, kena fituar me Korçën 2-0, pastaj kena bë finalen në Kavaj. Atë vit që u vra edhe arbitri i njohur Luan Zylfo, edhe ditën që është vrarë, na kena pas neshën, na shtyi nesha një javë mbrapa. Edhe kena luajtur me Vlorën, kena fituar me Vlorën me penalti. Edhe normalisht kena dalë kampion me dritë, pastaj duke qenë edhe ndërkohë pjesë e ekipit parë. Pastaj kena vazhduar me ekipin e parë, domethënë së vitet normale edhe grumullimet normale, duke ardhur te viti 2000-2001, sepse e mend ndeshjen e parë me ekipin e parë. E mojmen, sepse neshja e parë me ekipin e parë ka qenë në Mballsh, edhe fushë e vështirë pas ka qenë shumë e vështirë, por duke pas parasysh që trajneri kishte besim edhe ne na doa 0-0, sepse ishte një fushë e vështirë. Duhet titular apo erdhe nga stori? Jo, titular. Edhe unë jam të thonë për neshën e parë titular, edhe kena luajtur Mballsh. E normalisht ishte shumë e vështirë. Trajneri ishte Deda? Trajner Deda ka marrë mbrapa, po ishte trajner Tan Bushati. Mas Zanra Gomit ardhi Tan Bushati, edhe normalisht Tani ngjet të njëjtë që nga moshat dhe ishte normalisht Tani përveç që ishte trajner i grup moshës para trive, që ishim rival me Agim Neda, se ashtu jena qenë gjithmonë, por ishte edhe trajner i ekipit kombëtar rajonal të Veriut, edhe që bate seleksionime dhe lojtarë që shkoshin, që deshin nga Veriut, bëshin neshe misore me ekipet e Tiranës, ekipet e Vlorës edhe të Korçë, edhe delta ajo 22 ma mirë, sepse une Belisha, Kaçi, edhe këto janë, edhe Gasnoja, kena shku, dhe me thani, kena kalu të në grupë moshat e kombëtarës, kena qenë gjithmonë deri tek mosha U21, edhe normalisht ka qenë një grup shumë i mirë. Pastaj normalisht çdo gjë është bë edhe më vështirë, por edhe më e bukur, sepse ekipi vllaznis gjithmonë ka pas lojtarë, edhe ishte koha që Meftar Qela nuk u kurseta. Këtë gjete aty në atë pozicion kur shkove në ekip parë? Po, une, kur kam shku aty, mbrojtës të majt nuk ka pas, sepse Suad Lisi pastaj shkoj në Gjirokastër, edhe Suadi ka luajtur me ideat më shumë, por që ishte mbrojtës i majt, edhe ka pas Ilir Miri, lute e fuqin mbrojtës majt, dhe nuk e maj mend. Por tash, këja kanë pak fat si unë kam pas vendin për me lujt edhe më e ri. I aktivizuar shpesh edhe si mesfushor gjatë karrierës. Sepse duke u ndru formacione, duke u ndru mënyra të lujtënit, normalisht kam kalu edhe mesfushor, po mesfushor që janë po stopper, kam lujt edhe sulmues. Disa pozicione. Atëherë, unë neshën e parë të kampionatit që kena dalë kampion, unë e kam lujt formacion. Kena bërë një fazë përjetore me Dedën në Malzi, edhe ka qenë një fazë përjetore shumë e fortë, edhe një kohë që ne ishim për atyre personave që kena duruar çdo stërvitje dec. Ata vrapimet pa fund, një tur te kisha, kthehej për kishë, shko para, hajde mbrapa, do të thonë. Regjim ushtarak. 12000 metra vetëm pik të mjesit, edhe normalisht. Po një trajner që gjithmonë kishte besim tek trinj. Po, ai, dhe me thonë, nga ka nimu shumë, sepse normalisht nga ka dhanë mundësinë, edhe unë të shpjegova, unë neshën e parë, edhe kontratat me të njerin Meftar Qela, para se me shku në fazë përjetore, ishte drejtor teknik Tan Bushati, edhe president Meftar Qela,
kena bërë të zyrat e Pularia dhe na kanë thirrë ne trive, edhe unë po i shpej me shifra se nuk është as mare, edhe na ka thirrë që në moshën 18 vjeçare kena pas në 2000 ishin, sepse në 2000 ishin i takon se 2000 ishin, edhe kena pas 15 milion lek kontratë. Po jo se ata lek do t'i meshe, po ishin me klauzola. Edhe klauzolat ishin goxha për kohën edhe për moshën. Po ta tregoj edhe sa, dhe me thonë çfarë vlerat kishin, edhe normalisht kur kena firmos edhe në u dukte shumë gja që na të bë, pavarësisht se ndoshta ishte pak vështirë me i marr lek, sepse klauzola ishte kështu. Ti 2 milion e gjys lek kemi marrë po lujtën neshën e parë në formacion, sepse ishin 3. Atë po lujtën neshën e parë formacion kemi marrë 2 milion e gjys lek. Nëse s'lu në formacion je në stol të rezervave kemi marrë 1 milion e gjys. Edhe nëse je as në stol të rezervave atje s'kemë marrë as lek. Domethënë kontrata bite poshtë. Edhe normalisht kjo të bëhet që në fazë përjetore mi dhanë më shumë vetit edhe normalisht kur kena ardhur për fazë kontratë e lezetshme kjo për të motivuar ndoshta futbollistin. Normalisht atë sidomos trit, edhe sepse të vjetit normalisht s'kan më pranu një gjatë tjetër, kurse trit munden më pranu. Edhe kur jena kthy, thashë më përpara nesha parë që kanë me Gjirokastër në Shkodër, edhe jena da 1-1. Ka bë gol Vjori ka ardhur javën e fundit të kampionatit sepse ekipi ishte kur e kena vazhduar fazën, ka kanë shumë i ri me Deden. Ishin Alban Noga më atë vjetit, po edhe Alban Noga atë vjet e la sportin sepse se duroi së vitin e Dec edhe ishte në vitet e fundit karrierës. Si se ishte një kafsh futbollist, një lojtar shumë i fortë, por nuk e duroi. Edhe normalisht e la sportin. Javën e fundit pa filluar kampionati ka kthy Sinani nga Kroacia. Edhe unë në neshën e parë kena luajtur me 2 sulmuesa që luajte Deda 4-4-2. Edhe unë kam luajtur sulmues me Vjorin. Edhe neshën e parë kam qenë formacion, na do neshën 1-1. Kush është në golin? Sinani. Vjori. E kthej. Edhe por ekipi i Gjirokastës kishte ekipin më të mirë në Shqipëri. Edhe normalisht sepse aty kishin shkuar Martini, Cungu, Lici, Ilir Dibra, edhe domethënë ishin gjysmën e lojtarëve të Vllaznisë. Edhe kishin shkuar dhe kishin bërë një ekip shumë mirë dhe nesha pavarësisht se ashtu nuk është se shkoi keq, por shkoi mirë, por gjithkasa veti ishte që tash do po i marrim lek. Edhe normalisht që sepse u do me barazim pretendoshim që do të për të fituar në shtëpi. Me dal kampion edhe normalisht ishte gjatë sepse erdhi Durja në momentet fundit, erdhen lojtarë Bylikbashi, erdhen në momentet fundit që ekipi Alas kishte hinë ata shinat e veta, por duke qenë shumë serioz edhe duke pas lekun, ndoshta se ka pas probleme me shumë sportistat. Në ditën e nesërme, në masditën, orë të vona masdites, edhe na kanë lajmëruar që me shku me tërheq lek. Edhe normalisht edhe pse barazu me Shkodrën nesha e para kampionatit, edhe kur jam njët e kam marrë 2 milion e gjys lek, edhe nuk kam ditë as me shku në shtëpi, pse se ishte vonë, edhe rrumuja t'ishin, me shku në kohë që është shumë problem me lek edhe lek të para që kam marrë në sport i kam qu të hallë, që rrinë këto hapër në perash, edhe dhe me thani i kam qu aty, kam shku në shtëpi, pastaj në nesër nga marrë dhe i kam marrë. Si ishte ai sezon 2000-2001, sepse ka kaluar 25 vjet mund dhe ato emocione sport i përsëriten. Ai, domethënë, është shumë e vështirë, me dal kampion duhet më bë shumë gjëra bashkë. Edhe normalisht ai ishte një vit. Kishte vështirësi absolutisht, por fundi konkretizua me sukses. Ai ishte një vit i shumë i vështirë, edhe shumë me dëshirë, edhe shumë për me arrit me bëha maksimumin, sepse u marrën lojtarë të mirë, edhe normalisht faza parë edhe ka qenë e vështirë, por kena qenë aty në vendet e para, por gjoja ma e me mend, them unë, edhe ma e bukur si u bë, është që ekipi i Shkodrës prishi ekipin e Gjirokastës, sepse në janar janë kthy Martini edhe Lici u kthynë në Shkodër. Që ndikuan tek titulli kampion. Atëherë ekipi u bë edhe më i fortë, por edhe normalisht që ishte edhe më kollaj, pavarësisht se Tirana gjithmonë ka kanë rivali aty afër. Edhe ndoshta për ato titull që përmendet ti, një titull kampion e kena fituar sepse Tirana ka kanë vend dytë,
përveç kupës që e përmend atje, ne atë vjet në 2001 kena fituar edhe Superkupën kundër Tiranës me rezultatin 2001 në Serman Slermasi. Kështu që me kupa pavarësisht se kishim dashur me marrë më shumë, po ata trija që ekzistojnë në sport i kena marrë. Këtu doja ndalesha, ndoshta ishte pjesë e një brezi të artë shkodranësh, jo të artë vllaznis, sepse i përmendë Duro, Mbylikbashin, Pajtushi që ishin ndër vite. Duhet fitonte ndoshta më shumë ajo vllazni apo edhe vdekja parakoshme e presidentit. Po që e Berlusconi shqiptar me Ftaçela dje, me Ftaçela ndikoi. Mas vitit 2000-2001 nëse i ndjeri me Ftaçela do të ishte gjallë, besoj që mund kishin qenë 7 kampionate ndoshta dhe rresht, sepse gjeti njerëz të dur, menaxhimin dur, nuk i mungote dëshira, nuk i mungote pasioni, nuk i mungote lekun për me marrë lojtarët e mirë, sepse filluan të mësu që duhet me marrë lojtarët më të mirë, që edhe me vazhdu me konkuru që ekipet, përveç se me mujt me lojë, po me mujt edhe në çdo aspekt. Normalisht ishte ndoshta fatkeqësi për futbollin shkodran, sepse iku një president pavarësisht se kushdo që vite ka dëshirën, por duhet shumë gjana për me hin ritëm edhe me njoft futbollin në tërësi, sepse futbolli nuk është vetëm thjesht hell para edhe nuk ka si gjë tjetër. Janë shumë gjëra që duhet më lidh bashkë. Edhe gjëja më kryesore që krijoi me Ftaçela ishte sepse çdo pjesë e futbollit në Shqipëni ishte e njoftën, kishin një presion prej tij, sepse edhe nëse ekipet tjera filluan të shpenzu lek më shumë, e shpenzoshin për presionit me ftarit, edhe normalisht ishin të detyruar si ta themi. Edhe normalisht ishte diçka që edhe lojtar vishin më me qef, sepse e dishin që mushin me marrë lekun te vllaznia, por edhe do ditë se gjithmonë vllaznia është ekip për kampion. Edhe normalisht një lojtar i mirë më parë shkon me një ekip që dhe me dal kampion, se me shku me një ekip që dhe me ra për kategoria. Kështu që ishin u bën shumë gjëra bashkë, dhe me thonë, ajo strukturë mund me vazhdu me shumë kampionate e kupa, edhe por kjo ishte gjoja më... Sepse ishte baza, ishte shtylla kurrizore. Vdekja e tij, pastaj kush po e merr, erdhen presidentat, pastaj mrapa presidentat që erdhen ishin një grup biznesmenë Shkodrës, se duke dashur Shkodrën, normalisht nuk doshin me elan që vllaznia me shku një dorë të keqe pa sponsor, pa investuar, pa kështu. Por kur kanë ardhur investitorë që ishin në fillimet ishin se di se më mend se sa mund kanë, por e më mend që gjoja më e bukur që ishte që në vitin 2003, atëherë kur dish me ftari, pavarësisht se ekipi u bë vonë, ka qenë ekipi me gjithë Shkodran. Me gjithë Shkodran, e di. Nuk kena pas asnjë lojtar, domethënë Shkodran, as Legjon, domethënë ka një ekip që ekipi më i bukur, thëmë, i viteve që unë e kam luajtur futboll. Sepse ka një vit që kena bë gola më shumë se asnjëherë. Edhe gjoja më e bukur që për golçenus konkurroheshin Pier Sinani, Edi Martini edhe Hamdi Salihi. Domethënë ato ishin të tretë vllaznis. 16, 17, 18 gola, domethënë ishin këtë afër. Duket Vjori e mori atë pustë. Vjori atë vit ka bë gola sa domethënë sa si kampionat tjetër, sa ndoshta si ka bë askur kush as i vjet, se ka bë 34 gola. Edhe ka tash ka një vit që është i në fush, e lujt gjithçka për gjithçka. Dhe pavarësisht se nuk kena dalë kampion, por nuk kena dalë për shumë arsye të tjera, por jo për se ekipi s'ka qenë mirë. Jo edhe për atë lojën fushë sa lojën pas fushë. Kështu që ai thashë më përpara për çfarë ishte puna e presidentit, sepse ishin kriju da rrethana, da lidhje, da ekipe, sepse janë shumë ekipe ti bën miq, pastaj bën mesia kur nuk është koka e... Kështu që janë gjëra që duhet më analizu më gjatë. Por sukses pati edhe me një president tjetër si Valter Fushaj, duke marrë kupën në 2008, por ishit edhe aq pranë kampionatit sërish. Po, unë duhet të përmend edhe Valterin normalisht sepse Valteri ishte një shumë serioz, edhe serioz në punë, edhe normalisht duhet të me kthy punën në seriozitet edhe çdo gjë me marrë me seriozitet. Edhe pavarësisht se ndoshta nuk mund të thonë që ishte
si me ftarqela që ndoshta hallte lek edhe pa lidhje. Atë se mi ka thënë po them ne mu 2 milionë gjys, ndoshta edhe mos më kishte dhënë, nuk kishe vazhduar me lutë për futboll. Ishte më ndryshe, menaxher më i mirë, edhe normalisht u mundote me bë gjithmonë ekipin standard, edhe normalisht kena pas rezultate, nuk asnjëherë nuk Ekipi ishte thuajse gjithmonë Kupat e Evropës. Nuk as diskutuar asnjëherë Kupat e Evropës, gjithmonë kena kanë pretendime, edhe normalisht edhe atë vjet që kena fitu kupën, por vite e mua përpara edhe për me dal kampion, edhe ishte edhe viti pasardhës nën kampion me Tiranën kampione. Kështu që unë vitin që kena kanë të dal kampion, të them drejtën, unë kam pas, si thonë, fatkesin e dytë në futboll, edhe normalisht unë të dy gjyt i kam dëmtuar ligamentet edhe kam bërë operacion. E mbajnë dëmtimin. Kështu që edhe të dyja nesër kanë qenë me Elbasanin Shkodër gjuri i parë, me Elbasanin në Elbasan gjuri i dytë. Edhe jo më aq fat përballait me Elbasan. Kështu që kur kena shku në Elbasan, kena kanë 4 pikë para, edhe ishim të lutë, ishim të fitu 2-0 me Elbasanin, edhe në moment nërhyn Gjafa, Fjodor Gjafa, edhe mi kamër prep, edhe kam dëmtu gjunin e dytë, e disha se që më ka nollë, shku në lot, dhimje, kam dalë jashtë, bile edhe duke pas parasysh se erdhi deta, mos a kemi thënë të erdhi deta ata një, edhe më thot deta që nga që edhe më ka dash fort. 2008 është kjo ngjarje, sezoni 2008-2009. Edhe nga që edhe më ka dash fort, por më tha, ti do që i frikacak, tha. Edhe nuk e kuptova pse po më thot frikacak një kohë që ishim të fitu ndoshta 2-0, edhe po Elbasani po mundohte me kthy rezultatin, edhe ti frikacak pse s'parrin deri në fund të lojës, pse po bën se i dëmtum. Edhe thash po deda, po unë frikacak, po kam frikë se jo, edhe kam shkuar kam bërë rezonancën, për dalë përsëri gjuri, domethënë ligamenti i putër, edhe kur e ka bë edhe trajneri ka ardhe kërkoj falje normalisht sepse nuk e priti, por gjaja më thonë që ishte ma e bukra, po edhe univa dhe keq, se nështë s'pa du me thonë, por jam i vetmi sportist që i klubi i ka pagu operacionet, që i ka pagu Volter Fusha, të 2 operacionet mi ka pagu klubi i ka mba në Austri. Për të vlerësuar ky fakt. Edhe normalisht ashtu e kanë menu, edhe trajnerët kanë bërë punën e vetë sepse më kanë vlerësuar gjithmonë, kanë thënë që është lojtar që duhet për ekipin, edhe normalisht ti je të shpenzuar për një lojtar që ka me të dash për ekipin. Kur kam shkuar me marr, domethënë mas marrot e kampionati edhe 2 muaj kur jam dëmtuar. Edhe normalisht ne ishim me lushin këtu, unë isha tu bë fizioterapi në Itali me gjurin, edhe mesha në telefon. Njerëz edhe mesha në telefon atëherë luan shpuzën, i thosha, si është nesha? 1-0 për Lushin. Si 1-0 për Lushin? Po 1-0 për Lushin. Bani gol Vjori, shkoi nesha 1-1, marroi nesha 1-1 me vendin e Ram Pekotoris. Që ishte rënë totalisht. Aty ishte fundi që ne shkuam direkt pastaj 1 pikë, edhe normalisht duhet luaj në Tiranë për fitore më domës, ndryshe do luaj për barazim. Për barazim, domethënë ndryshe do të luhet për barazim, e normalisht na bani Tirana edhe diçka u ngatrunën të duset e klubit ton me Tiranën, sepse çunën edhe aty na futen hilen, sepse i herë nxjerrën golaverazhin, mos e nxjerrën ndeshje direkte, ishim me pikë barabarta, kështu që domethënë kanë ndeshje direkte vazhdi ishte më pozitive. Ishim më pozitive, pastaj dhe duhet luajë ndeshja fundin Shkodër, ndryshoi diçka në federat, sepse vllaznia humbi ndeshjen e fundit fazës 2, 4-0 me Teutën. Aty ndikoi golaverazhi. Dhe shoh me çudi, them si ta kam humbur kampionatin. Aty se u mërzita thash çka kam bërë se e kam humbur kampionatin. Jo, tha që mos më ishe dëmtu ti, thash nuk e kishim humbur kampionatin, se nuk më kishte bë muzaka mu kështu. Ma kishe çuna vao, kështu që kanë domethënë ta gjëra pozitive që edhe vlerësime, por edhe gjëra që na bajnë mundi mirë, por Sot besoj kur e bën një rezume të karrierës tënde je i kënaqur për atë që ke arritur si sportist. Po, jam i kënaqur. Me ndër të realizuar, me trofe të marr, me një emër shumë të mirë në qytet. Atëherë, unë gjoja më kryesore se sot nëse flasim për vllaznin, për mua vllaznia jetë, sepse duhet të them pse është jetë, a jetë se çdo ditë kur unë dal në punë,
kur e në del në rrugë edhe çdo gjë, bile janë të na bëmë një, po vujmë të sa vite, s'po vujnë vetëm ata që janë të luajë, ata e vujnë ndoshta më shumë, po vujmë edhe na, sepse as kush nuk më pyet, dhe me thonë, që pa bën vllaznia sot? Më thujnë kështu direkt, që pa bëni sot? A kupton sigur unë e lëz alo. Sigur je aktiv. Dhe me thonë edhe është një dë që edhe të bën mund një keq, po edhe nihesh i detyruar me kthy përgjigje edhe normalisht nihesh edhe i vlerësuar sepse çdo gjë prej sportit kena arrit shumë gjëra edhe njerëzit që ne na rrethojnë respekti ka kanë maksimal. Çdo gjë që kena sot në jetë, shumica e gjërave vijnë edhe prej sportit sepse duke pas parasysh që kena lanë atë emrin e mirë, normalisht që edhe kena pas edhe derën hap në çdo vend, në çdo zonë. Sot vllaznia që flasin, po drejto me unë, do dalim kampion. Po unë them janë po ta bëj pyetjen direkte. Them janë bërë disa gjëra bashkë që është e mujtë në realizimi, se nëse edhe vite më përpara e kena afruar, por ekipi ndoshta sa kanë ekipi që ka lanë shpresa që mundet me ashtu, por këtë vetë mendoj që stafi, presidenta është e dhënë shumë për me dalë kampion lojtarët, kanë ardhur, domethënë kena pas fatin që na kanë ardhur dhe janë cilësorë dhe normalisht i kena permiset për me dalë kampion, edhe shpresoj që ta vlerësojmë deri në fund sepse ndoshta është një vit që edhe ekipet tjera nuk është se janë aq mirë. Kanë atë nivelin që më thonë me kanë të frikshme. Edhe nuk janë asnjëna ekip më i mirë se na. Kështu që duhet shumë fat, edhe duhet përgjegjësi, por duhet edhe shumë gjëra tjera që më nejt shumë ofër edhe ekipit, por edhe çdo gjë që është e mujtën për me dalë kampion, sepse duhen shumë gjëra për me dalë kampion. Sot je edhe trajner tek akademia, thamë në fillim të emisionit. Do doja të dëgjoja një këshill nga ju si prind, ndoshta si ish sportist ndaj djemve të rinj, sepse duket profesor sikur ajo dëshira, ajo grinta ka humbur pak. Ndoshta edhe kjo bola që ka avancuar shumë teknologjia, por ju ma treguat historinë tuaj duke sakrifikuar për shkuar dhe ardhur nga shtëpia me biçikletë vetëm me ëndrrën për vllaznin. Po normalisht unë edhe ja shpej shpesh, nuk mundem me thonë që për ditë, po ndoshta edhe për ditë. Edhe çka ka një problem që ata munden edhe duhet me zgjidhje, duhet me mendu për ditë, sepse e vazhdojnë sportin me shumë dëshirë të madhe edhe me pasion, edhe janë fëmijë që dojnë futbollin, normalisht e tanë fëmijët e dojnë futbollin, edhe vazhdojnë. Edhe vinë deri një moshë e kanë shumë pasion, stërviten, dalin rregullisht stërvite, vinë deri një moshë 16-17 vjeçare që e kanë dëshirë, por ti tu ardh deri te një moshë 16-17 vjeçare, ti tu rrit në piramida tu ngushtuar tu ardh vështirësitë më të mëdha. Edhe çfarë nuk, nëse me të hyp dëshira, i them, mas moshës 16-17 vjeçare, juve ju bën dëshira sepse hasni vështirësi. Kurse ju duhet me menu këto vështirësi që me ju ba me ecë më përpara dhe me përballu, sepse po të shkoni në ekipin e parë, nuk e keni të lehtë si te ekipi as i trive as i paratrive. Te ekipi i parë është e njëjta gjë, sepse një lojtar që ka 3 vjet te ekipi i parë, e ti do të shkosh me konkuru me te, normalisht që syt janë më përpara te ai, po ti duhet me tregu veten që me e xhan atë. Se s'ke me gjetë vendin gati, as si te paratrit as si te sitrit. Kështu që janë disa gjëra që ju kam thonë që janë numëroj edhe gjana se që duhet me bas sportist, përveç që ti duhet me kënë lojtari mirë, teknikisht mirë, fizikisht mirë, duhet me pas psikologji shumë mirë sportive, por duhet me pas edhe fat. Sepse janë disa gjana që po su banen bashkë, është vështirë me bas sportist, edhe kështu që suksesi. Ato duhet me menu për ditë edhe duhet me punu shumë. Dhe s'duhet me munal asnjëherë sepse sporti pastaj normalisht janë gjëra më. Keni qenë ju ndoshta me dëgjuar ndaj profesorëve se sa janë brezat sot. Kena qenë josh, më dëgjuar thash, unë e kam fut babën në borxh për me vazhdu sportin e kështu që sot ndryshon puna, sot më shumë ndoshta janë prind që i shtyn fëmijët për me vazhdu sportin sepse mërziten shumë shpejt fëmijët dhe nuk e kanë dëshirën, kanë qejf me gjetë rrugë të hapura. Merresh me sport, besoj se është gjëja më e mirë se sa gjëja më e mirë është sport, sepse
gjithë grupi që shkon deri te mosha u19 janë fëmijë më të mirë që munden me kanë, sepse ato kanë kalu shumë pak poshtërsi dhe kanë metë ato fëmijë që janë më të ngjushëm, dhe normalisht ajo ka me kanë ndoshta shoqënia gjithë jetës, dhe kështu që është gjë pozitive. Nga që jemi në momentet e fundit, do të bëj disa pyetje kështu të shpejta, të veçanta. Futbollisti më i mirë me cilin ndoshta ke ndar fushën? Po, futbollisti... Një emër dua, mos thuaj, se pastaj do të kaloj te një informacion që do më thuash. Një emër. Një emër. Piorensin Sinani. Piorensin Sinani. Po një lojtar që të ka vënë vështirësi shumë kur ke qenë futbollist, një kundërshtar. Aldin Rakthi. Aldin Rakthi. A që veçantë ishte? Ishte shumë i shpejt, pavarësisht se unë kam pas shpejtësi, por ishte shumë i shpejt edhe kishte lëvizje që nga që vite dhe nga bota jashtë e futbollit nga Gjermania, domethënë ishim shumë mrapa me ato taktikat që u përdorëshin, edhe ndoshta i bata ato lëvizjet dhe kërkonte topin tjetër akund për me marrë tjetër akund që unë e kuptoj, por kur marroj nesha, kështu që ishte pak problem. Trajneri që ka lënë gjurmë për ty tek ti. Po, më thash, me trajnera kisha bërë informacion, por deda për dashnin që ka pas për tritë dhe për pështetjen që ka pas, mund të them, Astrida Fizi për filozofinë e kohës ka kënë i avancu, dhe normalisht edhe Tan Bushati për pështetjen, sepse e kena pas shumë vite që... Një ndeshje që ndoshta do veçohet karrierës tënde? Ndeshje e karrierës ka qenë ndeshja me Tiranën këtu, edhe kena luajtur një ndeshje shumë mirë, ndoshta me këmba edhe një rafishat që për pak sa s'ka hi edhe gol, edhe kena fituar ndeshjen 3-1. Edhe ka ndeshja më bukur normalisht me Tiranën. Mos më thon mua me krahasu me një ndeshje me Firin që ka qenë shumë e veçantë që e na lut ndoshta për herë të parë në Borë. Ishte bora 5 centim, edhe kena luajtur me top të kuq, që hekme me gjetë topin e kuq, na u desh me kërku me gjeti top kuq me luajtur ndeshje kampionatit. Edhe aty janë fotot aty që dalin në 45 metra, sepse portieri doli, meti topin komunista me sush edhe me para. Ja kalove sipër. Edhe kështu që janë ndeshje që i marrin. Një stadium përveç Loro Boricit ku e ndjer mirë për të luajtur. Edhe ndeshjen ndërkombëtare. Stadium që janë një mirë, them janë kanë dy ndeshje, ndeshja me Galatasaray edhe ndeshja me Napolin, sepse nëse me Galatasaray kanë në moshën 19-20 vjeçare. Dhe kurse me Napolin kam qenë më i pjekun, por... Si ishte të luaje me ato Lavecin, Hamšik, që ishin të kohës djemtërinë ata? Po, unë them, emocioni më i madh ka qenë me Galatasaray, sepse vishim lushim kundër Hasan Shash, Midavala, Emre, Hasan Shukur... Fitues të kupës UEFA. Fituan kupën UEFA, dolën vend katërt kampionat botëror. Mas një muajt kena luajtur na kundër tyre. Kështu që edhe kena bërë një ndeshje shumë mirë, sa edhe kur e shef tani çuditëm, se më thon si ka mundësi si s'kena pas diferenca të mëdha me ta, edhe normalisht që ka qenë një ndeshje e bukur, mos ai normalisht që veçaj edhe ndeshjen e Napolit, se thash, e vetmja ndeshje që baba ka pasur në stadium ka qenë ndeshja me Napoli, duke qenë se është në Itali. Tani duhet kërkoj edhe një formacion ideal të atyre që ke luajtur ti. Ku do të qëndrosh? Qëndë me sfushore apo mbrojtës i majt? Plotësoj 10 tjerët. Atëherë, unë normalisht gjithë jetën kam kanë mbrojtës i majt. Mbrojtës i majt është i zënë Edmond Doçi. Plotësoj 10 tjerët. Unë filloj nga porta. Pyetje shumë e vështirë, sepse duke pas parasysh që kena kalu shumë vite, shumë shok. Edhe normalisht nuk ka se karriera jote është e gjatë. Nuk ka se do na me fut shok e miq, por me lojtarë që kam luajt më shumë vite. Absolutisht. Me lojtarë që kam luajt më shumë vite, janë lojtarë që normalisht që kam luajt, sepse unë me shokun, unë shok ngusht që kam edhe hyrë medalje familjare. Domethënë më thon shok që i kam që është Safet Osja, më të ngusht, Elvin Beqiri, Amarildo Belisha, Bert Kaçi, Admir Teli, edhe më i vogli që kena nejtë më shumë është Amdi Sali. Kështu që janë këto që kena luajtur edhe kena nejtë më shumë. Po, ma ndërto formacion, filloj nga porta. Formacionin mundum me ta ndërtu me ata që kam luajtur vite më shumë. Është Mir Grima në port, mbrojtës i majt Edmond Doçi, mbrojtës qendër i majt Amarildo Belisha, Teli. Do ta lësh mbrojtje Belishën. Sepse aty ka luajtur kur unë jam të thonë me ata që kena luajtur. Sepse po ta shohim, jo më vonë tu e kam pa një formacion tillë që e kishte hall dikush në rrjetet sociale para i një ore, edhe normalisht
Loan Zmiani Mërëci Dath, Safet Osa Mësfushor, Suad Lici, Armando Cungu, Bert Kaci, Hamdi Salihi dhe Vjeri Sincinani. Trajner? Trajner... Me bërë trajner dhe zëvës trajner? Trajner ndoshta normalisht Serdedja dhe zëvës trajner Avenir Dani. Të falenderoj shumë, profesor, për këtë intervistë kaq simpatike, zbulova me të vërtetë gjëra shumë interesante nga ti, histori ndoshta të pa dëgjuara më përpara. Unë të uroj shumë suksese tek Akademia Vllaznia dhe pse jo një ditë shohim të drejtosh edhe Vllaznin e madhe. Faleminderit se ndej, si gjithmonë je prezent edhe për gjanat që sporti ka nevojë dhe të falenderoj dhe normalisht shpresoj që të shkojnë më. Edhe normalisht që kena nevojë nga herë me tregu historitë tona sepse shpresoj që të bëhen udhërefyse për ato sportista që dojnë me vazhdu sport. Shpresoj të marrin atë shembullin më të mirë që na kena një. Edhe normalisht që duke pa ne, inshallah ato edhe ecin edhe më shumë. Ju falenderoj dhe ju miq, ne do shihemi sërish mes javën tjetër me tjerë protagonistë. Deri atëherë, miru takofshim. Ky podcast mundësohet nga Gushta Events, Shimaj Milk Produkt, Kuçi Transport, Mishte Shemsi me dyqanet e tiktik tek Begjisteni dhe në Zigzag, po ashtu edhe zyrën e shërbimeve me një ndalesë me dyqanet në Rus dhe në Parruc.